Tash informacionet janë këtu, një e mirë që duket në horizont është që partitë politike, kryesisht partia e cila e ka pas pushtetin këto 4 vitet e fundit, me gjas ka lëvizje në aspektin e asaj që mund të quajmë tolerancë apo synim strategjik për të krijuar alianca politike apo për të krijuar koalicione, siç po ke dëshirë të quash Arben koalicionet e gjera. Dhe natyrisht unë kisha me thënë koalicion i 2 elefantëve, mendoj që në bazë të informatave të sigurta, natyrisht e pa konfirmuara, por mjaft pranë çaqeve vendimarrëse në lëvizjen vetëvendosje, ka synime që të provohet edhe një herë kontaktimi i 2 forcave kryesore politike, por fillimisht të shkohet me LDK-n dhe pastaj të provohet të kalohet edhe me PDK-n, me Partinë Demokratike të Kosovës. Format të cilat këto synohen të bëhen, natyrisht janë të ndryshme, sipas të quajmë kështu planit apo planifikimit politik që ka në lëvizjen vetëvendosje, supozohet që ke, mos ta quajmë kështu si informacion të sigurt, pasi mund letë të përfundojmë në akuzim për shpekulime, ka tendencë apo ka qëllim që të rikontaktohet edhe provohet edhe një herë Zoti Abdi Gjiku, ka të rast LDK-ja, për koalicion natyrisht me LDK-n, por risia mund të them kështu, apo informacioni i ri është që disponimi siç duket brenda vetëvendosjes apo planifikimi siç duket është duke u trajtuar edhe mundësia reale, prezente, për kontaktim edhe për bisedime edhe me PDK-n. Kjo natyrisht gjithmonë duke pas parasysh edhe një kështu planifikim të brendshëm mbi jo vetëm pikat apo parimet qeverisëse, apo orientimi programor që e ka vetëvendosje, por natyrisht edhe pikën kruciale apo pikën neuralgjike që është pozicionet politike apo ajo që kem qef të quajmë gjuhën popullore kulaçi i pushtetit, që janë pozitat udhëhese.